Lideri i opozitës Lulzim Basha gjatë turit për prezantimin e kandidatëve të Partisë Demokratike u ndal në Fusharës, ku prezantoi kandidatin Gzim Vata, të cilin Basha preferoi ta cilësonte si kreun e ardhshëm të bashkisë së këtij qyteti, i bindur tek fitoria e zotit Vata në zgjedhjet e 21 qershorit. Nga Fusharëzi, kreu i Partisë Demokratike Basha paralajmëroi rrezikun për heqjen e lëvizjes së lirë si pasojë e eksodit masiv të shqiptarëve, një dëshmi e qartë e gjendjes ku ndodhet Shqipëria, tha ai, ndërsa ftoi banorët e kësaj zone të votonin kandidatin Gzim Vata. E vetmi arritje e kësaj qeverisje është futja e vendit në listën e zezë të Bashkimit Evropian, është rrezikimi i lëvizjes lirë pikërisht sot në ditën e Europës. Pikërisht sot, kur ne duhet kremtoni një hap më tutje, një hap më afër Europës, Bashkimi Evropian ngren alarmin se shqiptarët me largimin e tyre masiv nga vendi rrezikojnë seriozisht heqjen e vizave, liberalizimin e vizave. Vëllezër dhe motra, ne duhet hapim një rrugë tjetër së bashku. Me 21 qershor kemi shansin t'i themi jo. Jo qeverisë mashtrimit, jo qeverisë Kërbaçit, jo qeverisë së varfërimit shqiptarëve. Kemi në dorë që së bashku t'i japim mësimin e merituar me votën tonë. Dhe po me votën tonë, të fillojmë projektin tonë të shpëtimit, të shpresës dhe të zhvillimit, që është urdhri më i lartë për kandidatët tonë anë mban vendit, është urdhri më i lartë dhe betimi më i shenjtë i kandidatit tim, kandidatit tuaj dhe kryetarit avëshëm të Bashkisë Madhe të Fusharësit, Gzim Vatës. Ju jap fjalën se vota juaj, besimi juaj plebiscitar do të kthehet një përgjegjësi të madhe për ne, për Gzim Vatën, për mua, për gjithë zgjedhurit tonë, një përgjegjësi e madhe dhe jashtëzakonshme për të qarë dhe për drejtuar së bashku me ju një rrugë të re, një rrugë tjetër, një ofertë tjetër drejt punës, shpresës dhe zhvillimit. Ndaj u bëj thirrje të bashkohemi gjithë, të djathtë e të majtë, për t'i dhënë një përgjigje dhe një mesazh të merituar qeverisë Ramameta me 21 qershor dhe për të zgjedhur së bashku një alternativë të re me Gzim Vatën, me Partinë Demokratike dhe me opozitën. Vetë kandidati i Partisë Demokratike Gzim Vata, me thjeshtësinë që e karakterizon, virtyt që indikon dhe tek rezultati pozitiv që ai pret në zgjedhjet e 21 qershorit, premtoi angazhimin maksimal në shërbim të banorëve të zonës, duke premtuar një mirë menaxhim të Bashkisë së Madhe të Fusharëzit. Dua të ju garantoj se ashtu siç kam punuar për 8 vite me radhë si kryetari i komunës i Balle, që u kam qëndrua të gjithë dhe pa dallim bindje, krahinje, fe, ideje, pranë për hallet dhe problemet e tyra familjare, ju garantoj gjithë qytetarëve të Fusharësit dhe banorëve duke filluar nga Apri Pagurit, deri në thrisje e në fshatra tjera përreth, që unë të jem në shërbimin tuaj në çdo moment që ju të ta kërkoni. Unë sot kërkoj mbështetjen e të gjithëve, pa dallime politike. Kërkoj mbështetjen e gjithë secilit, të miqve të shokëve, pa përjashtim, për një arsye të vetme. Me datën 21 qershor, ju do të më shërbeni mua një ditë dhe u garantoj se do të jem shërbëtori juaj për 4 vite në vazhdim. Duke më qëndruar afër qytetar, motra dhe vëllezër qytetit Fusharësit. Nuk është privilegj të jesh kryetari i Bashkisë Fusharësit në kushte të tilla ekonomike që po kalon kjo zonë. Është një përgjegjësi mjaft e madhe. Është përgjegjësi për një njeri që duhet ta menaxhojë mirë punën e njësisë së re vendore, e cila ka një shtrirje gjeografike mjaft madhe dhe me probleme mjaft mëdha ekonomike. Teksa zoti Vata premtoi zhvillim infrastrukturor, mundësi të reja punësimi dhe shfrytëzim të potencialeve në të mirë të banorëve të zonës, ndaj tij shprehen mbështetjen dhe krerët aktual të Fusharëzit, qafmalit e Blerimit, ndërkohë që kreu i Partisë Demokratike të Pukës Prel Gjoni ftoi banorët e Fusharëzit, qafmalit, Blerimit, Fierzës dhe i Ballës të bënin krahasimin mbi gjendjen ekonomike ku ndodhen sot dhe atë para 2 vitesh, duke akuzuar qeverisjen aktuale edhe këtu në rrethin e Pukës për keq menaxhim dhe rendim të situatës social-ekonomike.
Nga Fushanzi, Lulzim Basha në largim nuk la pa i kujtuar mazhorancës dhe kandidatit të saj edhe në Fusharës të largoj presionin mbi votuesit e Partisë Demokratike, pasi fitoria 21 qershorit siç tha ai, do të shtyp të presione turistnie agresive ndaj të gjithë atyre që pretendojnë fitoren me forma të tilla dhune.